atëherë fillet ka nisë, domethënë qysh në moshën e re, kur kam qenë në shkollë fillore, kur I kemi pa domethënë baballarët, nanat tona, familjarët e tonë në shëndetësi kur kemi shku me ta, edhe I kemi pa motër, doktora tu I ndihmu njerëz, domethënë çaj ndihmesa që I kemi bërë domethënë pacientëve, më ka hi ashtu si ngjak, por njëri kryesor domethënë që mua më ka shtyr me shku me vazhdu në këtë lami ka qenë baba jam I ndirë, edhe domethënë ai u ka shtyr si kryesor për me vazhdu me u merr me mjeksi. Dhe domethënë kam fatin që sot jam infermier që mbi afër 10 vite domethënë përvoj në shëndetësi. Agan, më intereson të di si kanë qenë hapat e parë kur keni filluar ta ushtroni si profesion, sepse puna në sektorin e mjekësisë, pra puna juaj konkretisht si infermier, mbi të gjitha e kërkon edhe aspektin human, aspektin njerëzor. Si kanë qenë ditët e para, muajt e parë, si jeni qasë në këtë profesion? Atëherë, kur kam filluar në të punoj, domethënë kam qenë 18 vjeçar, mjaft I ri, domethënë edhe puna e infermierit, sidomos sot në Kosovë, edhe atëherë kur kam filluar, domethënë është mjaftueshëm shumë e ngarkuar. Kur kam filluar të punoj, domethënë si I ri, në përgjithësi na si shqiptarë jemi gjak nxehtë. Edhe domethënë çështja nuk ka qenë mjaftueshëm e mirë për kolegë, domethënë që sot jam falënderues të jetën, ata kanë qenë domethënë shtylla jam kryesore. Na kanë mësu, na kanë tregu qysh me vazhdu domethënë sot fal hapave të atyne edhe fal fjalëve të atyne sot na jemi domethënë ku jemi.